Kush e shijon, don pak sabër për kushtim, don pak rezistencë, don pak luftë, derisa të bëhet pjesë e shpirtit. Kur bëhet pjesë e zemrës, s'mundesh pa to. Nuk mundesh pa namaz, nuk mundesh pa përmend Allahun xhallahu, nuk mundesh pa dhikr, nuk mundesh. Pse e bëhet pjesë e jetës tonë, bëhet burim i jetës, i ushqimit ton. Prandaj duhet me luftu, duhet me rezistu. Mund të jetë fazat, sa zgat kjo fazë e rezistencës është në dorë të Allahut fillimisht, po pastaj edhe në përpjekjen edhe në sinqeritetin e robit. Po, mirë po, veç pak shpejt i kuronit dhe për të në zemrën tonë, pastaj s'munësh për e qelë. Nuk munësh ditë për ditë për e rezu, nuk munësh. Nga së është i tila to, është që të rëmben. Vete një musliman që të është i për shemë, sa pare i dënë mësë me falë namaz në jacisë. Dunja dhe me dhënë nuk e lojë jacin Allah. Së në përmenaj veç ofertin e konzent u fyje se aftën. Dhe më tjerë të. Një mutër muslimane që e ka mbulu vetë nësaj me mbules në duhur. Për te është knetësia me madhe që kjo që Allah ja ka mundësu me e zbatu në njën të Allah Gjallahu Ala. Është burimi knetësis. Sa për shembull do të rëqmimi publikisht njerë me e këshamin për i kukësaj. Do të ishte ofenduese dhe lënduese për të veç me vetë. Le më marë përgjigje pozitive se po për ka që bëj. Kur se bën ato? Ma dhe për te lëndimi me i madhë është me e pa dikush pashamija të. Shqecim me i madhë është me e pa dikush pashamija të. Masë e ka vendosë shaminat. është bë pjesë e të saj, është bë pjesë e duke saj, është bë pjesë e identitetit, nuk mundet ndryshe ato. Qështu të shfjallë Allah Gjallahu, qështu është pallë e tijepë. Nga së është përputim me në të shmërin, Allah në ka kryu për me doshë këtë pallë e për. Dhe neve në duhet pak më njoftu me Kur'an, pak, veç pak, kush është qka është, pak ma tepër me e kujtu vetën tonë, a e dini qka është Kur'ani, diri sa të rëmben zemrën, të kap, kur të kap, nuk e lëshon më kur. Na duhet me veç pak me mësu për namazin, me e kujtu vetës tonë qka është namazi, jo veç pësë është obligim, po, diçka për të i kësaj, qka namazi, qka ndikon, qka, po veç pak njoftoh me te, kur njoftosh me te, bëhet knatësia e shpirtit tënë, çka qenë për pejgamberin, ka thënë pejgamberi, erihna biha ya Bilal, na e knaç shpirtin me to Bilal se na u ka thënë zemra, na u ka thënë shpirti me dunjë, na freskon me namaz. Andaj besimtari e don, nuk ka më të mos me dashur.